Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrim, përshëndetje të dashur miq. Ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin për të ndarë bashkarisht një letër që më ka mbëritur në redaksin time. Një letër që në fakt më ka përlotur, një letër që më ka emocionuar. Janë në lotët e një gjyshes për nipin e saj. Tani nga të vjetërit, nga pleqërit, kemi dëgjuar që nipi është mjalta e mjaltës. Ndoshta nuk e kemi besuar, por ato të cilët vete kanë shijuar, e dinë shumë mirë se çfarë domethënie ka kjo fjalë. Letra është e shkruar nga gjyshja, e cila shpreh dhimbjen e madhe për nipin e saj pas vdekjes së të birit. I dashur nipi im, ndoshta kur të rritesh dhe dikush do ta sjell këtë video me këtë letër, do ta bitesh pse gjyshja jote ka shkruar me kaq shumë lot. Ndoshta do të pyesësh veten pse nuk kam qenë pranë teje në ditëlindje. Pse nuk të kam çuar në park? Pse nuk kam qenë aty kur hodhe hapat e parë apo kur the fjalën tënde të parë? Dhe unë dua që ta dish një gjë para çdo gjëje tjetër. Gjyshja jote nuk të harroj kurrë. As një ditë, as edhe një natë. Ti erdhe në jetën time si një dritë në kohën kur zemra ime ishte e lodhur krejt nga hallet. Kur të mora për herë të parë në krah, më dukej sikur po mbaja vetë birin tim të vogël edhe një herë. Kishe të njëjtët sy si ai, të njëjtën buzëqeshje të turpshme. Djali im, babai yt, më shikonte dhe qeshte. Shihe mama, është krejt kopja ime, thonte. E sa krenar ishte ai për ty. Nuk haroj natën kur u linde. Ishte ftohtë edhe unë prisja jashtë derës së spitalit me duart që mua më dridheshin. Kur më thanë se kishe ardhur në jetë, qava thjesht si një fëmijë. Nuk e di se sa herë të falenderova Zotin atë natë. Mendova se familja jonë do të bëhej edhe më e fortë, më e bashkuar. Mendova se do të plakem duke të parë ty teksa po rriteshem. Por jeta pas ka qenë dhimbje që njeriu nuk i mendon dot. Kur humba djalin tim, mendova se zemra ime ndaloi. Nuk ka dhimbje më të madhe për një nënë se sa të përcjell për në varë fëmijën e vet. Ditën e varimit nuk po ndjeja tokën në këmbë. Më dukej sikur çdo gjë ishte një mangth. Prisja të hapje derën e shtëpisë të më thoshe: "Mam, unë jam vënuar." Por dera mbeti e mbyllur. Dhe bashkë në atë derë u mbyll edhe jeta ime. Pas vdekjes së tij mendova se të paktën do të më mbeteje ti. Mendova se do të përqafoja e do të gjeja pak kushëllim tek aroma jote, tek buzëqeshja jote, tek sytë që më kujtonin birin tim. Por ndodhi në të vërtetë ajo që unë nuk e besoja kurrë. Nëna jote filloi që të më largonte nga ti. Në fillim thash me vete, ka dhimbje, është e re, e ka humbur burrin e saj. E justifikova, e fala edhe heshta.
Por ditët kalonin dhe unë nuk të shihja më telefonatat e mi të cilat mbeteshin pa përgjigje. Fotot e tua nuk më vinin më. Kur shkoja te dera, ajo nuk ma hapte. Kam qëndruar poshtë pallatit me orë të tëra vetëm për të mos parë apo për të mos patur një moment që ti të dilje në balkon. Një ditë të pash nga larg, ti po mbaje një lodër në dorë dhe qeshje. Zemra më rau fort. Desha të vrapoja drejt teje, të përqafoja dhe të mbushja me puthje. Por nëna jote të mori për dorë dhe u largua sa po më pa mua. Atë ditë u ktheva në shtëpi dhe qava deri në mëngjes. Shtëpia ime ishte bërvar i gjallë, biri i gjyshes. Lodra që të bleva janë ende në dollap. Rrobat e vogla që mora kur linde i mbaj të palosura me shumë kujdes. Kam ruajtur edhe batanien e parë me të cilën të mbështolla kur erdhe nga spitali. Çdo natë flas me fotografinë e djalit tim. I them pse më ike kaq shpejt. Pse ma lan zemrën bosh. Pse nuk ma lan të shoh nipin ton së bashku. E di çfarë më dhe më shumë? Frika se ti do të rritesh duke menduar se gjyshja jote nuk të deshti. Prandaj po e shkruaj këtë letër që një ditë nëse Zoti do, ta dëgjosh edhe ta dish të vërtetën. Unë të kam dashur që para se të vije në këtë jetë. Kur babi yt më tregoi se do të bëhej baba, ai qante nga gëzimi. Më përqafoi fort edhe më tha: "Mama, dua të jem baba siç ke qenë ti nën për mua." Ai të donte më shumë se jetën. Kur ti rriteshe, dua të jesh krenar për baban, për babain tënd. Ishte njeri me zemër të pastër. Ndoshta nuk ishte perfekt, por kishte shpirt të mirë. Ai do të sakrifikonte gjithçka për ty. Dhe unë e di që po të ishte gjallë, nuk do të lejonte kur të ndaheshim. Ka net kur më duket sikur dëgjoj zërin tënd nëpër korridore. Ngrihem nga krevati me shpresën se mos ke ardhur. Po shtëpia është ende bosh. Vetëm heshtje, vetëm fotografia e tim biri në mur. Kam filluar të plakem shumë shpejt. Flokët më janë zbardhur nga malli. Njerëzit më pyesin sa nipa ke, dhe unë buzëqesh me dhimbje, them: "Kam një nip, por nuk them dot që nuk më lejojnë ta takoj." Kam frikën se mos një ditë nuk do të kem forcën të vi te dera jote. Kam frikën se mos largohem nga kjo botë pa të përqafuar edhe një herë. Po dua ta lë një amanet. Mos e ure kur nënën tënde. Kjo është një letër e shkruar nga kjo nënë e cila me shumë mall flet për nipin që e ka të ndaluar të takon nga nusja.